Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kombëtarja e Kosovës në futboll sonte zhvillon ndeshjen më të rëndësishme në historinë e saj përballë Turqisë në finalen e madhe të play-offit për kualifikim në Kupën e Botës 2026. Dardanët zbresin në stadiumin ikonik Fadil Vokri me një mision të qartë, fitoren që i dërgon për herë të parë në një botror. Vetëm 90 minuta e ndajnë Kosovën nga një arritje historike në garën më të madhe të futbollit, e cila këtë verë do të zhvillohet në SBA, Meksik dhe Kanada. Atmosfera në vend në prag të kësaj sfide është mjaft entuziaste. Futbollistët janë maksimalisht të përgatitur dhe të motivuar për të dhënë gjithçka në fushë, me synimin për të siguruar biletën historike për në botror. Ndeshja Kosovë-Turqi zhvillohet sonte nga ora 20:45 dhe transmetohet drejt për drejt në RTK. Transmetimi special i RTK-s nis që nga ora 13:15 me analiza, lidhje direkte dhe përfshirje të veçantë nga atmosfera para këtij dueli historik. Gjykata kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të papranueshme kërkesën e presidentës Vjosa Osmani për sqarimin lidhur me çështjen e emërimit të anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, po ashtu është refuzuar edhe kërkesa për masën e përkohshme. Kushtetuesja ka vlerësuar se kriteri i dytë nuk është plotësuar pasi kompetenca e presidentës për emërimin e anëtarëve të KQZ-s nuk është përcaktuar me kushtetut, por vetëm me ligjin për zgjedhje. Po dje gjykata kushtetuese ka hedhur poshtë edhe kërkesën e parashtruar nga kryeparlamentarja Albulena Agjiu dhe 9 deputet të tjerë lidhur me vlerësimin e kushtetueshmërisë së procedurës për zgjedhjen e presidentit të vendit. Kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar ftesa për liderët e opozitës me qëllim sigurimin e shumicës së nevojshme në kuvend për zgjedhjen e presidentit. Opozita ende nuk ka dhënë qëndrime konkrete rreth çështjes. Partia Demokratike e Kosovës pret ftesën për të vendosur për hapat e ardhshëm. Lidhja Demokratike shprehet se do të mbajë një qasje bashkëpunuese në dialogun për zgjedhjen e presidentit, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës thekson se arritja e numrit të deputetëve që garanton zgjedhjen e presidentit nënkupton një marrëveshje politike. Kryetaria e Kuvendit Albulena Agjiu tha se për tejkalimin e situatës së krijuar sa i përket zgjedhjes së presidentit të ri të vendit, zgjidhja e vetme është konsensusi mes partive politike. Ajo shtoi se presin propozime konkrete nga ana e partive opozitare. Në një intervistë për RTK Prime, kryekuvendarja Agjiu tha se subjekti i tyre politik nuk është interesuar për zgjedhje të reja, por nuk u friksohet atyre, derisa theksoi se dekreti i presidentës Osmani ishte i ngutshëm dhe i befasishëm. Për mua, dekreti i presidentës ka qenë i ngutshëm, befasues, sepse unë nuk e kam pritur që presidentja e ndërmerr atë veprim, pra që e shpërndan Kuvendin e Republikës së Kosovës. Gjykata tha fjalën e saj në aktgjykimin e fundit, tha që dekreti i presidentës nuk ka efekt juridik, rrjedhimisht nuk është i bazuar në kushtetutën e vendit, na dha 34 ditë në dispozicion, tash kanë ngelur edhe 30 ditë që i kemi para vetës. Është tepër e rëndësishme që të paktën të përpiqemi që ta gjejmë zgjidhjen për çështjen e presidentit. Vendi nuk ka nevojë për zgjedhje të jashtëzakonshme. Qytetarët e Republikës Kosovës nuk kanë nevojë për zgjedhje të reja sepse ata votuan në 28 dhjetor të vitit kaluar. Ne jemi shumë të hapur që të presim emra të përveçëm nga ana e partive të tjera politike, të cilët konsiderojnë që kanë integritet për të qenë kandidat për president. Prokuroria Speciale e Kosovës njofton se ka intervistuar Shkëlzengashin në ndyshimet për veprën penale nxitje përçarjes dhe
mos durimit. Prokuroria tha se intervistimi i Gashit dhe bastisja e shtëpisë së tij u bën në kuadër të hetimeve që po zhvillohen për ekspozitën Masakrat në Kosovë 1998-99 që u shfaq në sheshin e Prishtinës, por më vonë u largua nga komuna e Prishtinës. Në vendbanimin e të dyshuarit është realizuar një urdhër kontroll nga hetuesit e Departamentit për Krime të Rënda me qëllim sigurimin e provave relevante për hetimin, u tha në njoftim. E pas pezullimit nga puna e të dy inspektorëve komunal dhe zyrtarit përgjegjës për lëndën, kryetari i Prishtinës Parim Rama ka njoftuar se të gjitha vendpunishtet në kryeqytet do të mbyllen për t'ju nënshtruar inspektimeve dhe analizave të detajuara. Ky vendim erdhi pas alarmit të shkaktuar nga shembja e dheut në rrugën Don Shtjefën Kurti, incident që la pa energji elektrike dhe pa ujë një pjesë të madhe të kryeqytetit. Zona e Shembur vazhdon të mbetet të bllokuar dhe nën mbikëqyrje për shkak të rrezikut të vazhdueshëm për qytetarët.